الفطر من بعد شهر الصيام، من بعد شهر الصوم شهر العبادة، بك نبتهج يا عيد في كل عام. يا عيد يا عيد الفرح والسعادة، عيد الفطر من بعد شهر الصيام، من بعد شهر الصوم شهر العبادة، بك نبتهج يا عيد في كل عام. يا عيد يا عيد الفرح والسعادة، عيد الفطر من بعد شهر الصيام، من بعد شهر الصوم شهر العبادة، بك نبتهج يا عيد في كل عام. Falënderimet I takojnë Allahut, Zotit e gjithë botrave për mirësitë dhe begatitë që na I dhuroi. Të nderuara të pranishme, nëna, motra dhe të nderuar miq të vëllezër, ju përshëndesim me përshëndetjen më të bukur, fjalën që zbukuron dhe ndriçon gojën tonë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatitë të Allahut qofshin mbi ju. Enkas për ju, këta margaritar të vegjël përgatitën një program për ta storisur edhe më tepër këtë festë në të cilën dominon paqja, mëshira dhe besimi çdo besimtar. Peter Bajrami, nder dhe dhurat prej anës së Allahut, një manifestim madhështor me të cilin mbyllëm muajin më të shenjtë, muajin e Ramazanit. Si diamant mbikuror vjen kjo festë në të cilën ndihmon të varfrit, shtohet mirësia dhe mbi të gjitha festojmë suksesin që inshallah kemi arritur gjatë këtij muaji. Le të gëzohet çdo njeri, I pasur apo I varfër, plak apo I ri. Ndërsa për fëmijët, gëzimin e tyre do ta shohim ndërmes leshtave të tyre. Me padurim presim, andaj të fillojmë me voglushen Mediha Arslani, e cila shpreh gëzimin e saj për këtë festë me anë të vargjeve të saja. E më pas, voglushe Hamza Abazi do të na reciton nga Kurani Fisnik surën Bejene. Kryesi I gjithçkaja është Allahu I rrëtësuar. Si kuptoj këtë? Bushra Bardhi do të na tregon me anë të poezisë kush është kryesi. E më pas do të relaksohemi me një ilahi që këndon Ylka Bakju në shoqëri me Naila Bakju dhe Nusejba Aslani. Shpresoj të jeni të durueshëm deri në fund që t'i dëgjojmë se çfarë kanë përgatitur ata për ne. Muslimane e vogël jam, me fat ju qoft ky bajram, e gëzofshi për shumë vjet, me ymër të gjallë e shëndet, ju qofte lumtur kjo ditë, gëzim hare për gjithë fëmijët. Nuk duam lok e mërzi, po vetëm gëzim e dashuri. O Allah, të falenderoj që me Islam unë jetoj, me festa të bukura na nderove dhe shumë të mira na dhurove. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Sot unë do të pyes, a thua kush e di cili ka krijuar tërë këtë gjithësi? Kush krijoi diellin, tokën? Kush e krijoi? Kush e ngriti qiellin dhe e zbukuroi? Kush krijoi yjet që natën ndriçon? Kush krijoi lulet që tokën zbukuron?
Kush krijoi kafshët, bimët anën bëm, kush krijoi të keqat bashkë me të velat. Shpesh herë në vete, ri edhe mendoj, për tërë këta njerëz vallë, kush i krijoi? Shumë herë po mendoj, pasi s'ka mundësi që të ndodhin vetë tërë këto mrekulli. Nga vëllezërit dhe motrat, moshatarët e mi, përgjigjen e mora me plot dashuri. Ti mendohe shkot, kur s'ka për të menduar, s'do të shekëson, Allahu ka krijuar. Ai e mbikëqyr tërë këtë gjësi, na furnizon me të mira mua dhe ty. U zgjova sot pra pu zgjova, me emrin tëndi të fillova, o Zoti tokës dhe qiellit, me zemër thash faleminderit. U nisa në rrugën e jetës, u ndagën njështra prej vërtetës, u luta për paqe në botë, buzam qeshi syrin pikoj lot. U luta për paqe në botë, buzam qeshi syrin pikoj lot. Kush e haroj syrin, e haroj dhe lotin, kush se njohu veten, se njohu a Zotin, kush ati lutet, ja fal Zot gjyna, thuj një herë me zemër, la ilaha illallah, la ilaha illallah. U nisa në rrugën e jetës, u ndagën njështra prej vërtetës, u luta për paqe në botë, buzam qeshi syrin pikoj lot. U luta për paqe në botë, buzam qeshi syrin pikoj lot. Kush e haroj syrin, e haroj dhe lotin, kush se njohu veten, se njohu a Zotin, kush ati lutet, ja fal Zot gjyna, thuj një herë me zemër, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Patyshim se besimtari ka detyrime ndaj besimtarit tjetër, e Malik Mema do t'i numëron disa prej tyre. Ndërsa për personalitetin më të dashur, nënën Yasemin Ibrahimi do t'na reciton një poezi për dashurinë dhe vlerën e nënës, së bashku në shoqëri me Behra Bekiri dhe Nusejba Aslani. Çfarë s'na ka hije? Naile Bakiu duke i ditur se sa shumë gabojnë fëmijët, më në fund këtë do ta pranojnë, së bashku me një grup fëmijësh më të vegjël. Sa shumë vlerë ka dituria, e për këtë na tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij. Dhe po të njëjtin hadith do të na mësojnë djelmosha Junaid Aliu dhe Abdulmalik Bekiri. Kur të takosh, t'ja kush selam, kur të sëmurët, t'a vizitosh, kur të thret, t'i përgjigjesh shtesës, kur të vdes, t'ja laj gjenazën, kur të shtit, t'ja ktesh. S'ka në botë më të mirë, se sa ti o në naime, sa e dashur, sa e qlish, sa punëtore dhe sa trime, me të gjithë je e qeshur, dhe nga goja në gjithë veç mjaft, fjalla jote del nga zemra, sytë e tu të vështrim të qaft. Ti e det, o dhe ti gjerë, plot me ndjenja andërime, dashurine për islami, ma rënjose o në naime, dashurin për islami, fejnë tonë të drejtë, mas kalite thëllë në zemër, se je nënës e vërtejtë, ndaj të dua si vetjetën, kur të shoti të gëzuar, kur këndoj për nënën time, për gjithë nënat kam kënduar. Thot Allahu në Kur'an, nëse njëri prej tyre ose të dy arrin pleqërinë të dy, mos u thuaj atyre as mos i kundërshto, por drejtoju atyre me fjalë respekti, lësho para atyre krahët dhe për uljes prej mëshirës.
erdhi një burr tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti: O i dërguari i Allahut, kush nga njerëzit e meriton më të shumë të mirësinë time në këtë botë? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: Nëna jote. Tha burri: Po më pas? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: Nëna jote. Tha burri: Po më pas? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: Nëna jote. Tha burri: Po më pas? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: Babai. Transmeton Abu Darda radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Prindi është dera e mesme e xhenetit, ruaja të derë ose humbe. Çfarë s'na ka hije? A mos dhe që val ka dije? Çfarë fëmijëve s'ju ka hije? Mbaj veshët mirë e do gjo prap, ndoshta hije nuk na ka. Kur me hile nisim lojën, e kur fjallës nxjerrim bojën. Kur përgjojmë me vesh pazerës, e ndërojmë mendjen si paserës. Kur gufojmë si qumshtin zjarë, e për asgjë shkriemi vaj. Kur librit i bëjmë bisht, e dikujt ja bëjmë me gisht. Lakmon kafen, nuk duam qajen, e kur zëm ta fshejnë fajen. Çfarë vall tjetës na ka hije, i bëj pyetje çdo fëmije. Veç në rëzve ka huar, literi duke mësuar, gabimet që bëjmë si fëmi, do na fare në rini. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Transmeton Abu Huraira radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kush merr rrugën për të kërkuar dituri, Allahu do t'ia lexon rrugën për në xhenet. Sa duhet të respektuar ndalesat dhe të lejuarat në fe? Në formë semafore e përpyluan shumë bukur dhe qartë këtë rregullore. Emir Kurtishi, Hamza Arslani dhe Yusuf Aslani. E pastaj, grupin nxënësve me anë të një ilahie të bukur përshëndesin të dërguarin e Allahut. Çfarë peshe ka dhikri? Do të mësojmë nga hadithi Muhamedit alayhis salam, të cilat do të tregojnë voglushet e bukura Merem Aliu dhe Beki Sabate. Unë jam ndalë, mos në zito, ke kufi, mos kalo, ke kujdes, në këtë ndales, ka mundësi të kushton jetë, kështu është edhe në islam. Ndalë, mos vepro haram, për çdo ndales, që vepron, jeta yte do të dështon. Për dalim nga shenja ndalë, unë të them prin nga dalë. Mos ungut të kalosh, nuk është mirë, do të pësosh. Në islam themi me kru, nëse ngutër do të shkoshut. Je shumë afër me haram, ik kujdes mos e ban. Ik sa i lirë unë e lam, s'ka rrezik kalon atan. Do të jesh i gëzuar, pasi që m'ke respektuar. Rregulli bukur në islam, jashtë të quajtur i halal, vepro me të do t'jetosh, ahiretin do t'fitosh. Rregullore jemi ne, përbahuni fort vini re, të ndaluarën mos vepro, me lejuarën t'jeto. Rrugën si me do t'ka pas, emri tënd kur surën doja, dritën tënde për her par papa, zemra fort filloj të doja, sa të gjoj për ty
الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Transmeton nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Dy fjalë janë të lehta për gjuhën, të rënda në peshore, të dashurat i gjithë mëshirshmi. Ato janë subhanallahu wa bihamdihi, subhanallahil azim." Një dialog i zhvilluar në mes dy shoqeve, se mbulesa, Bera Bekiri dhe Bera Alivi do të na shpjegojnë atë. Kaluam muajin e Ramazanit, në të cilin muaj kemi natën më të vlefshme, natën e Kadrit. Hamza Arsani dhe Abdulmelik Bekiri do mundohen që sa më mirë të na tregojnë vlerën e saj, ashtu siç tha Allahu në Kur'an. E për dashurinë ndaj Kur'anit, Yka Bakiu do të na recitojë një pjesë. E dashura shoqe, pse u mbulove? Je ende e vogël, këtë a e harove? Ke dëshirë të luash me shokë e me shoqe, por ti këtë vetes i ja kufizove. Në ditët e nxehta, si do të qëndrash, kështu e mbuluar, si do të përballosh? E dashura motës, vjetët nuk i pyeta, kur ndjeva dëshirën, as moment nuk prita, ti tregoj Allahut se sa shumë e dua, nuk më duhet mosha, por guximi dhe forca. Si muslimane unë ndjeva obligim, gjysh në fëmiri të dua Zotin tim, po si duhet ndryshe, nëse nuk veproj, atë që Allahu për femrën kaftoj. Jam fëmijë, por kam një emër, mbi të gjitha unë jam femër. Jam krenare me mbulesë, shpresoj të jem një mbretëresh. Vëlla i dashur, Allahu i lartësuar në nderojë me Kur'anin fisnik, duke zbritur atë në muajin më të shenjtë të Ramazanit dhe në natën më të vlefshme të këtij muaji. Ajo është nata e Kadrit, është natë shumë e vlefshme, madje është më e vlefshme se 1000 muaj, nga se me shpalljen e Kur'anit u ndriçuan njerëzimi nga çdo ignoranca. Na lexo vëlla për këtë natë, na lexo nga Kur'ani që të përfitojmë edhe ne nga drita e tij. Bismillahirrahmanirrahim. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. Ne e kemi zbritur Kur'anin në natën e Kadrit. E kush mund ta shpjegoj ty se ç'është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Engjëjt dhe shpirti Gjibrili me lejen e Zotit të tyre zbresin në këtë natë me të gjitha vendimet. Uji ftohtë më freskon, kur marr abdes me bismillah, e në duart marr Kur'anin të lexoj për ty Allah. Fjalët e para kur i lexoj, trupi më dridhet e syt më lodoj. Gjuha ngadalë fillon të lexon, shpirti lirohet e fluturon. Zemra gëzohet sikur më parë, nga çdo resht e nga çdo fjalë. Mendja fillon të kupton, kur gjuha ime Kur'an këndon. Shtëpia mbushet plot mysafir, janë të butë e janë të mirë. Janë me lekë që dëgjoj, kur buzët e mia Kur'an këndoj. Kushti më i rëndësishëm pas deklarimit të shahadetit është falja e namazit. Si kuptoj këtë voglushi Xhunaid Aliu, do ta dëgjojmë në vijim të bashku me Sufjan Arisen. Gjuhë të ndryshme, lëkurë të ndryshme, këta janë fëmijët e botës. Sa bukur paraqesin vetën e tyre, Hamza Bekiri, Enisa Feyzullahu, Unisa Emerit dhe Saad Seifa. E për alfabetin e Kur'anit, në formë ilahie do të na këndon Sara Ramazani.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Shpejtoni, shpejtoni, Allahu na thret. Të shpejtojnë që është të kënditin. Valla, ejo të marim abdes të falim namazin, a nuk e ndëgjova ezanin? Po, e ndëgjova. Që kemi ne me zanin, ne jemi ende të vegjër. Po, valla, ne jemi të vegjër, por ne duhet të jemi të edëguar me namaz, të adhërojmë Allahun qysh në vegjëli. Babi më është 4 herë me i masum, por a i thotë se namaz është për pleqë, ase ata nuk kanë tjetër puna. Ata shkojnë në xhami për të falur, e ne s'kemi kohë, andi thotë ne familja, as që duhet me nduar këto gjëra. Ne duhemi të shkollohemi, të edukohemi, të ndjekim kurse të ndryshme, të miremi me sport, dhe aktivitetet të ndryshme. Në unë andej pajtohemi të familje duhet të jetë shembullor në shkollë, duhet të ketë sjellje të mirë, duhet të respekton të moshuarit, dhe më kryesore atin të gjatë të prindërit. A nuk është kjo që kërkoj prej një familje të edukuar mirë? I dashuri valla, gjitha këto që mi thej vetëm se janë rregullat e Islamit dhe çdo fëmijë duhet t'i ketë këtë cilësi. Por ti harove me kryesoren dhe me të vlefshmen, harove krijuesin tënd. Së pari i detirohemi atij Allahut. A nuk të dha ai mendjen e shëndoshur që ti mund të mësosh e të dish të respektosh? A nuk të dha të gjitha gjymtyrat që ke në trup pa asnjë mangësi e që ti mund të bësh sport? A nuk meriton Allahu të falenderosh për të gjitha këto? Ai që nuk falenderon Allahun dhe nuk e adhuron atë si krijues të vetëm të gjithçkaje, do të dështon. Sado që të arrish suksesin në jetë, gjitha ato nuk do të kenë asnjë qëllim për ty, përderisa ti haron krijuesin e suksesit tënd. Eja valla, eja shijoje dashurinë, frikën dhe respektin ndaj Allahut. E kjo nuk arrihet ndryshe përveç se me O Allah, të lutem më fal. Unë me të vërtetë kam harruar ty, të premtoj se tash e tutje nuk do ta lëm namazit. Po të lutem o Zot, udhëzoj dhe prindërit e mi dhe gjithë besimtarit, pasi dua që të gjithë së bashku të jemi në xhenet. Jam fëmijë i basi bora, kështu Allahu më krijoi, mos të risi me mirësi edhe shpirtin e kushoj. Jam fëmijë me liku të kuqe, i kam facës si bërkuqe, kështu Zoti më krijoi, më dha shpirtin e zbukuroj. Jam fëmijë kur zinë rrezët e diellit, më rri është në dhe që në më rritoj kështu Allahu më. Jam familje kur e vetë, kam një gjuhë të lejtë si e, kam sy të pjere për me këzi, Allah më dha të bukurit. Ej, familje nga e gjithë bota, Jam i puna sret toka, jemi një si modre vëlla, Ademin a.s. e kemi baba, jemi një në krej Allahu, kështu në mësoj Resulullahu. Eyes for Allah, nothing but Allah. Ba is the beginning of Bismillah. Ta is for taqwa, the wearing of Allah. And ta is for thawab, a reward. Ja is for Jannah, the garden of paradise. Ha is for Hajj, the blessed pilgrimage. Ha is for Hatem, the seal of the prophethood given to the prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ta is for Deen, al-Islam, religion with Allah's
time again. Thus for dhikr, remembering Allah, and rise for the month of Ramadan. Oh, Ramadan. Thus for zakat, to pure our greed, for when we give our money to those in need. Thus for salamu alaikum, peace be with you, alaikum salam. Shines for Shams, the shining sun, which Allah placed for everyone. And stars for Salah, for when we pray, praising Him. Every day, praising Him, till we meet our Lord. Allah is only one God, and Muhammad is His messenger. Allah, la ilaha illallah. Just for duha, the morning light, the sun has turned from red to white. Just for tariq, the path to walk upon. And the is within a shadow, and I is within the things to know, to make our knowledge grow in Islam. I is within the thing to know, to make our and God is for God, a world unseen that we know is not a dream. And that is for the opening at Fatiha. And call for Quran, the book of God. And Kat is for Kalima, word we're taught. Teach us what is good and what is not. And La is for the beginning of La ilaha illallah. Ma is for the messenger Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah is only one God, and Muhammad is His messenger. Allah, la ilaha illallah. Nas for now, the sleep God gave to give us rest after the day. Hajj for the hijrah, the journey that the Prophet made. And Wa for wudu before we pray, to help us wash our sins away. And Ya for Yahmedin. Allah is only one God, and Muhammad is His messenger. Allah, la ilaha illallah. Allah is only one God, and He created Adam, and we are the children of Adam. Allah, la ilaha illallah. Në obligoj Allahu me vizitën e qafës së bekuar, dëshirën plak e çdo besimtari, madje edhe voglushes Halisa Bushe. Sadakaja, do të thot sadakaja, një rrëfim i bukur mes shoqeve Anisa Abdullaj, Zura Astani dhe Isra Ibrahimi. E përpon e të dëgjojmë gjithë fëmijët së bashku duke ta kënduar këngëtarët e Bajramit. Përgjigjem kësaj thirrje, dua të ndjek knaqësinë e kësaj fjale, dua që këtë fjalë ta them unë. Lot, gëzim, shpresë, dashuri, të gjitha këto në fytyrën e atij që me rrugën për në qafën e bekuar, në vendin më të bekuar të kësaj toke, ku lind dhe u rrit më i dashur i njerëzimit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe unë dua ta shkel ato, në të cilën shkeli këmbë e pejgamberëve, të shijoj dhe përkujtoj sakrificat e tyre, durimin e tyre, dashurinë e madhe që kishin ndaj krijesit të vet. Ata ju përgjigjen thirrjes tënde, o Allah. Dua edhe unë t'i përgjigjem. Tu lutem mëfto të jem musafiri yt, të adhuroj, të përulem, ta vendos ballin tim në sejdë në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dua t'i përjetoj gjitha këto, të vesh ihramin e të jem në mesin e mira njerëzve të cilët nuk dalen duke të përmendur ty. Të ec dhe të vrahoj rreth qafës së bekuar,
Të bëj tavafin 7 herë, po lodhëm fare. Jo, nuk lodhem, por do kisha prapuar bashkë me të tjerë. Të pasur, të pasur, të bardh e të zi, të gjithë të parabart para Allahut. E pastaj e etur, do të kisha pi ujë nga kroi Zemzemin. Ujë që do të më përkujtonte lutjen e Sarës, që ja bënte Allahu që të buronte ujë në tokën e thatë e të shuaj ecjen e djalit të saj. Ah, si ku të shkoj në atë vend, të ndjeja edhe më afër dashurinë e kësaj toke, nga e cila dolën burra të mëdhenj që shkatruan errësira, e sollën dritën që ne sot e gëzojmë. E pastaj, do nxitoja dhe vrapoja me skodrë Safa dhe Merve, e natën dhe e kaloja në Mina. Do të bëja shumë lutje për të gjithë, do të lutesha tër natën, e deri në mëngjes për mua dhe ty. E këtë do ta kisha bërë në Arafat, ku bëhet lutje për bashkët e shumë haxhinëve. O Allah, më mundso ta gurzoj armikun e besimtarëve, Shejtanin e mallkuar, i cili pandër premën nga smon e më vështirëson afrimit e këtij. E gurzoi dhe Ibrahim a.s. kur ai mallkuar donte ta largonte atë për të mos zbatuar urdhrin e Zotit. E gjuajti me gur dhe vendosi të sakrifikon të birin Ismailin, por Allahu nuk lejoi. Nga mëshira që ka në vend të djalit, solli dashin për kurban. Nga kjo ditë, po njëta ditë për neve mbeti fest, ku adhurimi bëhet me thirrjen e kurbanit. O Allahu em, robi yt të lutem, është këmbëngulës në lutje. Të lutem pranoje lutjen time, ma mundso haxhin, e unë, edhe pse jam fëmijë, jam e ngatshme të përgjigjem kësaj thirrje. Lebejk Allahume lebejk. Sigur të kisha një lotër të vetme, e të luaja me të. Se nuk e ke? Nuk e kam, gjaj se baba im është punëtor i thjesht, fiton shumë pak, vetëm sa për të na ushqyer, e për lotra nuk kam mundësi. Eja motër, të luajnë bashkë, unë kam shumë lotra, për ja që mëse shumë të e dua këtë kukull, është më e mira, e dua shumë. Në. Që bëbia ime? Shoqja ime nuk ka asë një lutër, e unë jam shumë e vogël, nuk kam të ulla për t'i blerë asaj. Bia ime ti do të bësh një vepër me të cilin e kënaq Allahun e ajo quhet sadaka. Por unë jam shumë e vogël, si të jap sadaka? Ah, nuk kujtua, sadaka do me thënë të japësh nga vetja, atë që ti e donë mëse shumëti, e unë do jap kukullën time që e dua shumë. Urdhëro motër, kjo është për ty tashme dhe ti ke një lutër. Jo, kjo është kukulla ite që ti e don shumë. Ne jemi motra, dua që të dyja të jemi të lumtura kështu na don Allahu. Falenderoj Allahu, nuk fje buzëqeshja në fytyrën e motrës time, mande edhe buzëqeshja ishtë sadaka. Roma
shpirtin se zemrën ky bajram i bukur. Të gjithë njerëzit me prenga i bën të lumtur. Ne që vendi gëzohen e përqafohen, me sy dashurie me sy dashurie të gjithë po shikohen. Sa bukur ndezën kandinat e urimit, tani më po fiket zjarri hidrimit. Sa e këndshme është aroma e bajramit, e për tonë thellën zemrën e muslimanit. E për tonë thellën zemrën e muslimanit. Sa bukur ndezën kandinat e urimit, tani më po fiket zjarri hidrimit. Sa e këndshme është aroma e bajramit, e për tonë thellën zemrën e muslimanit. E për tonë thellën zemrën e muslimanit. Sa bukur ndezën kandinat e urimit, tani më po fiket zjarri hidrimit. Sa e këndshme është aroma e bajramit, e për tonë thellën zemrën e muslimanit. E për tonë thellën zemrën e muslimanit. E përfund, sektori i femrës pranë shoqatës Al-Islam falënderon gjithë donatorët të cilët kontribuan për realizimin e këtij projekti. Dal nga dalje në fund edhe këtij programi dhe fëmijët do të marrin dhuratat për mundin e dhënë. Besoj që keni kaluar mirë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe për tonë thellën zemrën e muslimanit. Sa bukur ndezën kandinat e urimit, tani më po fiket zjarri hidrimit. Sa e këndshme është aroma e bajramit, dhe për tonë thellën zemrën e muslimanit. Dhe për tonë thellën zemrën e muslimanit. Sa bukur ndezën kandinat e urimit, tani më po fiket zjarri hidrimit. Sa e këndshme është aroma e bajramit, dhe për tonë